Lani fytyrën me ujë orizi dhe do habiteni çfarë do ju ndodh. Ndoshta ne të gjithë kalojmë shumë kohë në sallone bukurie dhe shpenzojmë shumë para, por në fakt ekziston një pastrues natyral i mrekullueshëm për lëkurën tonë. Uji i orizit përmban ushqyes të cilët mund të jenë të dobishëm për lëkurën tuaj dhe flokët. Orizi ka vitamina B, C dhe E si edhe minerale dhe aminoacide esenciale që promovojnë shëndetin e përgjithshëm. Për të përdorur ujin e orizit më së miri, lageni pambukun në këtë ujë. Më pas pastrojeni fytyrën, lëreni të qëndrojë në fytyrë për 5 deri në 10 minuta. Pastaj masazhoni fytyrën me lëvizje rrethore dhe më pas pastrojeni fytyrën tuaj me ujë të vakët. Bëni këtë të paktën një herë në ditë. Në terma të thjeshtë, uji i orizit është zgjidhja e duhur për lëkurën tuaj.